Jemi në rrugën Goleshka në Graçanicë, ku mbeturinat vazhdojnë të mbesin problem serioz, edhe pas aksionit të fundit të pastrimit nga komuna. Vetëm pak ditë pas largimit të tyre dhe pas raportimit të mediumit Arbëresh Info, kjo rrugë është sërish e mbushur me mbeturina. Përveç pamjes së keqe, banorët përballen edhe me erë të pakëndshme, e cila vështirëson kalimin në këtë zonë. Në një përgjigje me shkrim për Arbëresh Info, komuna e Graçanicës ka deklaruar se problemi në këtë lokacion është i këhershëm dhe lidhet edhe me faktin se rruga përdoret nga banorët e Graçanicës dhe të komunës së Prishtinës përfshirë zonën e Hajvalisë. Sipas komunës, në këtë lokacion janë vendosur disa herë tabela ndaluese për hedhjen e mbeturinave, por ato janë dëmtuar gjatë natës dhe më pas janë sjellë sasi të reja mbeturinash. Problemi me mbeturinat në lokacionin e përmendur ekziston tashmë prej shumë vitesh. Në fakt, lokacioni është i tillë që nëpër atë rrugë kalojnë banorët e Graçanicës dhe të komunës së Prishtinës, përkatësisht të vendbanimit Hajvali. Në këtë lokacion janë vendosur disa herë gjatë viteve të fundit tabela të ndryshme sinjalizuese që ndalojnë hedhjen e mbeturinave, por ato janë dëmtuar shumë shpejt gjatë natës dhe është sjellë sasi e re mbeturinash. Para disa muajsh, komuna e ka pastruar plotësisht këtë vend. Inspektorët e komunës së Graçanicës e vizitojnë rregullisht terrenin, por nuk është e mundur të përcaktohet saktësisht kush po bën hedhje të palegjshme, prandaj dyshohet se kjo ndodh kryesisht gjatë natës.